Në pikë të rendit të ditës, zgjedhjen e presidentit të vendit, siç po e shihni, opozita, deputetët e PDK-s, LDK-s, AK-s, Listës Serbe, Duda Balje, Adem Hoxha, pra nuk janë të pranishëm as në këtë seancë. Pra as në përpjekjen e fundit për ta zgjedhur presidentin e vendit sipas obligimeve kushtetuese. Në ndërkohë po presim në qoftë se deputetët i përgjigjen pozitivisht thirrjes time dhe i lënë anash barikadimet e i kthehen konstruktivitetit dhe interesit qytetar. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse në vazhdimsi që nga dita e djeshme i kam bërë thirrje deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që të jenë të pranishëm dhe t'i adresojnë obligimet e tyre kushtetuese. Qytetarët ata i kanë votuar që të vinë këtu, të flasin hapur, të votojnë për kundër apo abstenim dhe jo që të mbesin korridoreve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sepse siç e dim, ata janë këtu në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës gjatë tërë ditës dhe në asnjë moment nuk e kanë parë të arsyeshme të përgjigjen pozitivisht ftesës për një pikë të vetme të rendit ditës shumë të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës, që është zgjedhja e presidentit të vendit. Dhe me drejtë kemi